imazh, nga që këto janë disa prej komenteve, debateve që më shumë t'i po bën, veçanërisht ndaj zonjës Piropali. Spari, kjo është një mbështetje normale, njerëzore dhe e domosdoshme. Ata që shuhin ndërhyrje politike janë ata të cilët mendojnë njëjtë si Serbia, sepse dhe ajo është një ndërhyrje politike. Kështu që unë mendoj që është jo keq, mirë është na prin vllau i madh, na mëson, po keq është që ne nuk e njekim as dhe në vend përpos që nuk kem, edhe nuk kem dëshirë ta njekim as, na fillojmë edhe kritikojmë. E shihni pej ditëve të para edhe deri sot qeveria shqiptare aq sa ka mujt në raport me të paktet ka zellin, dëshiren dhe gatishmërinë të ndihmojnë në drejtësi. Sepse një fitore e tillë nuk është që ndihmon Hashim Thaçit e shokëve që janë atje, po ai ndihmon vetë Kosovës dhe lishmërisë të shtetit tonë. Prandaj mendoj që është krejt e lishme dhe këta të cilët tash po shohin kështu që po thonë llogarit tash se sa e pa kuptim të është vjen keq më thon, po thirrja protestës në Tiranë nga njerëz tonë, në vend që po të ishte nevojshme të thirrën do të ishte ta thirrën Tiranë në protestë në Kosovë dhe të na thonë që nuk jem ka bëjmë asgjë. Qartë, e kam shumë qartë sepse sigurisht që bëjmë të gjithë një kontribut jashtëzakonshëm vetëm në aspektin institucional apo qeveritar po flasim, por dua dhe mendimin e Goxhajt sepse duke qenë se jetoni dhe veproni në Shqipëri dhe duke pas parasysh kontributin që keni dhënë si ushtari i Shoqërisë Shqiptare të Kosovës, si e sheh Goxhaj? Është sipas jush duke u përdorur për imazh apo me të vërtet qeveria shqiptare ka një synim që sa më parë ish-krerët të kthehen në vendin e tyre? Atëherë nuk kemi veprim qeverisë, por kemi veprime individuale. Veprimet individuale nuk mund t'ja bashkangjisim qeverisë. Vizitat e tyre kanë qenë individuale, për çështjet e tyre, interesat e tyre ajo s'ka të bëjë. Pra, ndërhyrje politike nuk kemi në këtë rast, askush nuk mund ndërhyj politikisht në procesin gjyqësor në atë që po ndodh, është e pamundur ndërhyrja politike në këtë rast, por shteti shqiptar nuk ka vepruar. Pra, vizitat e kryeministrit, kryeparlamentarës ose çdo kujt tjetër i cili është në qeverinë shqiptare, nuk janë bërë në emër të qeverisë shqiptare, janë bërë në emrin e tyre privat dhe janë vizita private. Shteti shqiptar ka pasur mundësi të bëjë dhe nuk ka bërë asnjë gjë ndaj asaj që ka ndodhur atje. E para, shteti shqiptar mund të jepte nënshtetësinë të gjithë atyre të akuzuarve në Hag, përfshi edhe zotin Aredina që është aty, dhe në momentin që do të jepte nënshtetësinë e tyre, automatikisht me atë nënshtetësi, shteti shqiptar ka një avokaturë të popullit, e cila duhet të angazhohej në mbrojtje të këtyre individëve atje dhe të paraqiste avokatin e vet të paguar nga shteti shqiptar për të mbrojtur të drejtat e të gjithë të akuzuarve në Hag, të cilat janë të drejtat që janë shkelur që nga dita e parë, të drejtat njerëzore, të drejtat të përcaktuara me Kartën e Kombeve të Bashkuara. E dyta, shteti shqiptar mund ndërhyjë edhe në çështje të cilat konkretisht në çështjet që bënte. Për shembull, le të marrim çështjen e zotit Shala. Zoti Shala është akuzuar për një vepër e cila ka ndodhur në Republikën e Shqipërisë. Ajo vepër për cilën ka ndodhur është akuzuar zoti Shala, është akuzuar gabimisht sepse ajo vepër ka ndodhur një muaj përpara se të bëhet akuza e zotit Shala. Dhe individët të cilët e kanë akuzuar zotin Shala dhe të cilët kanë dalë dhe janë dëshmitar të rrem në procesin e zotit Shala, familja e një Lushkol Tomës nga Gjakova, ata kanë bërë në atë kohë edhe kallëzim në policinë e Shqipërisë kur jati i tyre është rrëmbyer në atë kohë. Dhe shteti shqiptar i ka të gjitha dokumentat në policinë e shtetit shqiptar dhe mund të nxirrte me dokumenta që e gjithë kjo çështje është një çështje falso, është një çështje e ngritur me akuza të pa baza, e zhvendosur një muaj më mbrapa për arsye dhe nevoja politike të kësaj gjykate, cila është një gjykatë totalisht politike. Pra shteti shqiptar s'ka ndërmarr asnjë nisëm edhe asnjë gjë në favor politike. Sa mund të bëjë Shqipëria apo të gjitha këto mund të bënte Shqipëria. Duhet i bënte ato në procesin ligjor, duhet i bënte. Ne po e dim që ish-krerët janë të pafajshëm dhe këtë po e shohim edhe përmes dëshmive të mbrojtjes. Po sa ka forcë një shtet si Shqipëria të bëjë një veprim kur po shohim një gjykatë të padrejtë që nuk po i bëhet vonë? Atëherë, duhet kemi një gjë, Shqipëria nuk mund të ndërhyjë në këtë gjykatë në aspektin politik. Pra se kjo gjykatë është gjykatë e Kosovës dhe i bie që ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kosovës. Dhe Kosova nuk i ka kërkuar ndihmë Shqipërisë në këtë moment për të ndërhyrë në çështje brendshme. Pra ti nuk mund të ndërhysh politikisht në këtë gjykatë, por ti mund të ndërhysh juridikisht. Juridikisht ndërhyn duke ndihmuar dhe duke mbrojtur të gjithë ata të akuzuarit në momentin që ti i jep atyre nënshtetësi shqiptare. Unë mendoj që një pjesë e tyre e kanë, pra Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e kanë nënshtetësi shqiptare. Dhe shteti shqiptar duhet të kishte bashkangjitur atij avokatin e vet për të mbrojtur të drejtat dhe duhet kishte kërkuar në Këshillin e Evropës mbrojtjen e të drejtave të shtetasve të vet në një gjykatë të një shteti tjetër, të cilat drejtat cilat po shkelen. Dhe këtë mund ta bënte për të gjithë, duke përfshirë që nga zoti Nasim Haradinaj e të gjithë të tjerët. Por shteti shqiptar nuk e ka bërë këtë.
Dhe vizitat individuale janë vizitat individuale. Po, kam një pyetje, sepse me sa e di jo nuk qofsha gabim, nuk e di më përmirë sot lutem, edhe jo e njoftuar nga gjykata speciale, apo jo? Po, jo, unë jam person në kërkim nga gjykata speciale, jam arrestuar në Republikën e Shqipërisë për t'u ekstraduar nga gjykata shqiptare, nga gjykata për interes të gjykatës speciale, por gjykata në Republikën e Shqipërisë hodhi poshtë për arsye se kërkesa kishte ardhur nga gjykata dhe kjo gjykatë nuk ka takër të bëj kërkesa drejt për drejt në një shtet të tretë, në një shtet të dytë, pa kaluar nëpërmjet shtetit Kosovës. Pra, e kisha anashkaluar qeverinë e Kosovës dhe kërkesa kishte ardhur direkt dhe kishte rënë tot dhe ndaj ra kërkesa. Pra, nuk kemi ndërhyrje të shtetit në këtë moment, kemi ndërhyrje të gjykatës. Dhe kjo ishte ndërhyrje e gjykatës së lartë, pasi bëhej një shkelje kushtetuese. Unë vazhdoj të jem person në kërkim nga gjykata e Hagës, me çështje të hapur, me tjetër çështje siç ka patur zoti Haradinaj dhe të tjerët. Pra. Haradinaj, keni diçka për të thënë lidhur me këtë që është duke komentuar dhe Goxhaj? Në fillim, kur zoti Goxha e tha këto për punë shtetësisë, më duk sikur kej pa informuar, po më gati e përmesoj, më të harrojmë edhe Thaçi, edhe Kadri Veseli, edhe Jakub Krasniqi, edhe Recep Selimi, të gjithë kanë shtetësi shqiptare. Kam pas edhe unë shtetësi shqiptare plus suedezve. Ajo që ka unë mendoj, është se si e percepton njeriu se është private aso private, por nuk mundet të ketë tjerë të quhet private një njeri që ka pozicione shtetënore, sepse unë po kallzoj e di atje ku vjen kërkesa, ati i qitet edhe titulli zyrtar, qoftë Zoni Spiropali, qoftë ish president dhe president që kanë qenë me vizitu zotin Thaçi. Prandaj nuk është edhe krejt private. Mirë, mund të ta trajtojmë, por edhe nëse private. Mendoj që është njerëzore, gjatë cilës të bojnë elemente tjerë me pozitat të njëjta që janë në Kosovë. Dhe kjo është ajo që është duhet me të ardhë dhimbë dhe me të ardhë keq, po dhe që duhet të turpruan ata vetë. E dyta, zotit Goxha po i tregoj, po të mos ishte qenë, se po thot shteti s'ka bo asgjë, gjykata ka bo, gjykata të shtetit, zoti Goxha i kuptoj ato që ne kemi pak kënaqësi edhe me qeverinë Shqipëni edhe këtu, por në këtë radhë na duhet të verifikojmë çka na shkon mirë